Derisa po fol, më kujtu ajo thonja kur na thëshin prind, pritë 5 minuta me kallzu trunit që e ngi. Ndin kur e lyp edhe një kulaç bok ose edhe një copë diçka. Shumë thënie me rëndësi, shumë rëndësi nëse ne ushqehemi ngadalë. Ushqehemi ngadalë, sigur do hajmë ndoshta me pak nëse nuk ngutem edhe marrëm një herë. Nëse presim 5 minuta, sigur e dim që ngin. Po. Mundësisht janë rregulla që japanët i përdorin shumë. Do thotë nuk e gjithmonë 70%. Nuk hajnë më shumë se 70%, nuk e mbushin më shumë se 70% të luktit. Ndërkohë që dëshme, por për ty pja është rëndësia esenciale në këtë problematikë, për ty pja ushqimit. Kjo është shumë rëndësi, sepse ne duhet të hajmë me vetdije. Nuk duhet të bëjmë të njëjtën kohë të bëjmë një punë edhe të ushqejmë. Gjithmonë, kjo është shumë shpesh që përdoret kohët e fundit, sidomos tek fëmijët, me iPad, edhe kjo shkakton shumë probleme të ardhmen, sepse vërtet zora është truri i dytë, kërkon vëmendje, nuk duhet ta injorojmë. Sa herë duhet për ty bëhet një kafshore buk? A ka nej? 8 herë? Është minimumi. Është shumë rëndësi që të varësisht të rastet normale, të pacientëve specifik, nëse kanë probleme gastroenterologjike, duhet hala më shumë, qëse nëse kanë ngushtim apo. Po gjithsesi duhet të hajmë ngadalë, të përtypi mirë dhe ushqimi është një proces meditimi nëse e shijon, e ha ngadalë, e shijon. Mu për atë. Jo, nuk është vetë këtë. Në zorë, në serotonina, mbi 90% prodhohet në zorë. Dashuria vjen nga ushqimi. Po, pikrisht. Nuk janë të kota. Absolutisht që po. Madje shpesh themi, qash unë t'jum kam kara buka në kry, do me thonë, që kjo është... Kjo është shumë rëndësi, se ne mendojmë gjithmonë se truri, vetëm truri jep sinjale. Është edhe kundërta tek zora, edhe zora jep sinjale trurit. Sa shumë ka me fol për zorën, e sa e gjanër si problematik, e sa i rëndësishëm është si pjesë e organizmit tonë, që na me qenë edhe të qetë, sepse edhe psiqikën e kemi ma, energjinë e kemi ma të mirë, kër kemi sistem të rreth të qetë. Është jenë të lidhna shumë. Absolutisht. Për shkak të sistemi tillë që është, zora me truri është shumë të lidhura dhe kanë rëndësi shumë të madhe.